Remituancat nga mërgata jonë vazhdojnë të jenë shtylla kryesore për mbështetjen e vendit, sidomos gjatë verës, kur mërgjimtarët jo vetëm që kthehen për pushime, por me praninë dhe ndihmën e tyre financiare dëshmojnë dashurinë dhe përkushtimin ndaj familjes, ekonomisë lokale dhe zhvillimit të projekteve të rëndësishme në vend. Kështu që ndjekim një material dhe rikthehemi përsëri në studio. Në 10 vjeçarin e fundit, remitancat kanë bërë ndryshime thelbësore në jetën e familjeve kosovare. Për shumë familje, dërgesat e të ardhurave nga diaspora janë bërë si një oksigjen ekonomik, duke garantuar sigurim bazë si ushqim, arsim dhe shëndetësi. Megjithatë, ky fenomen ka dhe anët e errta si vulgarizimi i varfërisë, varësia nga burime jashtë vendit dhe vonesat në zhvillimin e brendshëm të ekonomisë. Remitancat janë një nga burimet më të zakonshme të ardhurave në vendet me nivele të larta emigrimi. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2019, rreth $529 miliard u dërguan në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Ky numër pritet të rritet në të ardhmen. Remitancat gjithashtu mund të kenë efekte të rëndësishme në ekonominë e vendit pranues, duke pasur parasysh që remitancat janë praktikisht një pjesë e të ardhurave që ndikojnë në statusin financiar të buxhetit personal të një individi dhe statusin financiar të pranuesit dhe familjes së tij. Mbështetja financiare për buxhetin e ekonomisë familjare të individit zakonisht mundson aftësi më të mëdha financiare, pra rrit konsumin dhe redukton varfërinë, duke rritur të ardhurat e popullsisë. Në të njëjtën kohë, remitancat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit marrës, pasi ato përdoren praktikisht për investime dhe prokurorime. Ato gjithashtu ndikojnë në rritjen e përgjithshme të prodhimit tregtisë, tregut të punës, pasuritë e paluajtshme dhe segmentet e tjera të ekonomisë vendore. Remitancat janë shumë të rëndësishme për Kosovën dhe diasporën e saj, si në aspektin monetar ashtu dhe në atë kulturor. Në Kosovë, shuma e remitancave të pranuara përmes kanaleve të rregulluara në vitin 2019 ishte $1.24 miliard, ose 15.6% e PPB-s, sipas Bankës Botërore. Shuma totale supozohet të jetë edhe më e madhe, pasi shumica e remitancave transferohen përmes kanaleve të parregulluara. Nga pikpamja kulturore, remitancat shpesh konsiderohen simbol i dashurisë dhe përkushtimit të një emigranti për familjen e saj. Emigranti ndjen një detyrim moral për të dërguar para në shtëpi, pavarësisht nga nevoja. Në mënyrë të ngjajshme, përtuesit presin dërgesa nga anëtarët e familjes së tyre të ngushtë ose të afërmit jashtë vendit. Si rezultat, pjesëtarët e diasporës kosovare dërgojnë para në shtëpi për sa kohë ata jetojnë jashtë, në shumë raste dhe në kohëzgjatjeje prej 40 vitesh, brez pas brezi. Pothuajse çdo familje kosovare ka disa të afërm jashtë vendit, duke pasur parasysh historinë sociopolitike të vendit, dhe pothuajse çdo familje merr mbështetje financiare nga jashtë. Për më tepër, në shumë raste emigrantët vendosin të mbajnë dhe menaxhojnë financat e tyre në Kosovë si një mënyrë për të mbajtur lidhje me vendin e tyre të lindjes, ose për të pasur një mundësi të hapur për t'u kthyer në Kosovë në të ardhmen. Ndonjëherë anëtarët e familjes në Kosovë menaxhojnë financat e të afërmet të tyre, jashtë vendit së bashku me pasuritë e tyre, si shtëpitë ose bizneset. Pavarësisht nga vendi i banimit, lidhja me familjet në shtëpi mbetet e fortë ndër breza dhe emigrantët vinë për vizitë të paktën një herë në vit. Përderisa Zvicra, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar përbëjnë pjesën më të madhe të remitancave në vend, shumë qytetarë kosovar kanë emigruar në vendet fshinje si Slovenia, Bosna dhe Hercegovina dhe Serbia.